Mazhoranca akuzohet se po ndjek një skem të mirë organizuar për përfitime ekonomike, ku familjarë të zyrtarëve të lartë apo persona të afërt me ta po marrin leje ndërtimi, tendera dhe prona publike përmes kompanive që zotërojnë ose ku rezultojnë bashkëpunëtor. Ndërsa SPAK ka ndërmarrë disa hetime sporadike, pretendimet janë se kjo mënyrë funksionimi po bëhet gjithnjë e më e sofistikuar. Së fundmi, në qendër të vëmendjes janë vendosur vëllai i kryetarit të Bashkisë së Tepelenës, Gramos Sako, si dhe persona të lidhur me ministrin e mbrojtjes, Ermal Nufi. Sipas investigimit të publikuar nga Vox, disa ditë më parë është miratuar një leje ndërtimi për kompanitë 2T dhe BEIS për ngritjen e një godine 27 katëshe në zonën e Bulevardit të Ri në Tiranë. Leja mban firmën e kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, Enea Karakaçi. Në raportim thuhet se projekti ishte mbajtur për muaj të tërë pezull dhe se miratimi i tij lidhet me qëndrimet dhe vendimarrjet e ministrit të mbrojtjes. Sipas Vox, ekzistojnë dyshime se leja është përdorur si formë presioni për të siguruar mbështetjen ndaj kontratave të armëve që qeveria synon të realizojë me kompani dhe individ izraelit të sanksionuar nga Bashkimi Evropian. Dokumentet e Qendrës Kombëtare të Biznesit tregojnë se kompania 2T zotërohet nga Artan Sako, vëllai i Gramos Sakos, si dhe nga Dritan Troksi, i konsideruar mik i afërt i tij, ndërsa kompania BEIS është në pronësi të Hamz Islamajt, biznesmen i njohur për përfitime të shumta nga fondet publike, kryesisht përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe projekte rrugore. Sipas investigimit, lidhjet mes familjarëve të zyrtarëve dhe biznesmenëve kanë krijuar një rrjet bashkëpunimi që ka sjellë përfitime të konsiderueshme në tendera, leje ndërtimi dhe projekte infrastrukturore.